Dite me shi dhe aksioni nuk ka kufi, xhirimet vazhdojnë akoma edhe pse me rreshjet e dendura shiu disa skena pikante dhe domethënë se u xhiruan sekuencat ishin të shumta që ato momente i përshtaten pikërisht kohës me shi Kiara dhe Luizi ditën e sotme. Kanë qenë prezent te pedonalia me kaldrëm afër teatrit kombëtar me saktë pranë toptanit. Kiara veshur me një xhaket roze u pa duke bërë make-up, ndërsa Luizi i veshur me të zeza shumë shik sipas rolit që ka si personazh në film. Ai duket serioz ndërsa ka dhe si reagime ku pikat e bukura të reagimit i ka skenografi i famshëm Bjordi, të cilat zakonisht janë si skece ose prapaskenat e filmit, të cilat i shfaqin mbasi është finalizuar filmi dhe menjëherë mbas përfundimit sa shfaqen titrat ato shfaqen. Menjëherë cifti po kalon shumë e bukur edhe si të zymta me shi, ata po e shijojnë në maksimum edhe pse shiu indikon pakes tek pajisjet produksionin, ata tashme nuk fshehin me gjë, por e kanë ndarë mendjen që ne shkurt me patjetër do ta shfaqin filmin ne. Të gjitha kinematografitës shqiptare ditën e sotme Kiara përveç filmit, ajo do të shfaqet edhe në ekranin e famshëm të Top Channelit në moderimin e Portokallise. Ajo do të shkelqeje si gjithnjë, por sonte në moderim, ndërsa Luizi, edhe pse i lodhur nga koncerti dhe rruga që bëri për në Athinë, ai përsëri mori pjesën në xhirime. Kjo do të thotë punë e pastër dhe me pasion. Ne i urojmë sukses dhe çdo gjë shkoftë sipas planit. Familja Eli dhe produksioni i përkushtuar dhe i specializuar. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.